Protesta kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama vijoi në Tiranë, ndërsa sot u zhvillua protesta e 79 radhazi. Pas më shumë se 2 muaj shtubime të përditshme, qytetarët kanë paralajmëruar se do të vazhdojnë protesta deri në plotësimin e kërkesave të tyre politike. Në qendër të kërkesave mbetet dorëhiqja e kryeministrit dhe largimi i qeverisë, ndërsa thirrja si Rama jep dorëheqjen dhe Adheu nuk shitet janë shoqëruar vazhdimisht me marshime në rrugët e kryeqytetit. Edhe protesta e 79 u mbyll me thirrje për një pjesëmarrje dhe më të madhe në tubimin pasardhës. Pas fjalimeve, protestuesit marshuan përgjatë bulevardit kryesor të Tiranës, duke u drejtuar drejt kryeministrisë. Në protestat e ditëve të fundit është vënë re dhe pjesëmarrja e shqiptarëve nga diaspora, të cilët janë bashkuar me qytetarë që protestojnë për javësh në kryeqytet. Organizatorët dhe pjesëmarrësit kanë deklaruar se protesta do të vijojë deri në realizimin e kërkesave të tyre, duke mbajtur të hapur aksionin qytetar kundër qeverisë. Protestat e nisura prej javësh kanë hyrë tashmë në një fazë të zgjatur, ndërsa pjesëmarrja e diasporës është kthyer në një prej elementeve më të spikatura të tubimeve të fundit.